Mbetemi tek sezoni turistik, sot është data 3 korrik dhe sigurisht që jemi në kulmin e sezonit turistik. Do të flasim se si ka qenë deri tani ky sezon, por dhe se si janë pritshmëritë për javët dhe muajt në vazhdim, të paktën deri në tetor, pasi vitet e fundit kanë treguar që sezoni ka zgjatur për shkak edhe të temperaturave të larta. Kam në lidhje të drejtë për drejtë zotin Arben Çipa, kryetari i shoqatës së operatorëve turistik në Sarandë. Përshëndetje zoti Çipa. Ju përshëndes dhe faleminderit për ktesën si përherë. Okej, vetëm një sekond se nuk e dëgjoj, nuk e dëgjova zotin Çipa, më dëgjoni? Ju përshëndes, po ju dëgjoj pasta. Dakor, shumë në rregull tani. Atëherë zoti Çipa, jemi 3 korrik, unë thash kulmi i sezonit, ndoshta jo fiks kulmi, por gjithsesi tashmë kanë qenë temperatura të larta, qershori ka qenë i nxehtë, kështu që pothuajse qytetarët e kanë nisur plazhin, i kanë nisur pushimet. Deri më tani mund na bëni një përshkrim, një bilanc të këtij sezoni, si paraqitet ai dhe gjithmonë krahasimi bëhet me vitet e kaluara për të kuptuar dhe ju se si realisht është ky sezon. Në përgjithësi, në referencat dhe në intervistat e mëparshme kam qenë shumë korrekt në përshkrimin tim dhe lumturojmë për faktin se parashikimet kanë qenë pothuajse eksaktësisht ashtu sikur se kanë rrjedhur le të themi zhvillimet. Përsa i përket muajit maj, flas në nivel republike, do të thoshja, në nivel kombëtar, muaji maj ka qenë një vit, një muaj i cili ka filluar me premisa të mira, do të thoshja, për prezencën turistike, për numrin e turistëve, në përgjithësi në zonën e Bregdetit sidomos, dhe kjo ka qenë e tekstuar në nivel operatorësh. Përsa i përket vizitorëve të pavarur, për të cilët nuk kemi statistika eksakte, se është e pamundur, por kemi referenca, ka qenë gjithashtu muaji maj i pranueshëm dhe i gëzueshëm, do të thoshja në përgjithësi. Ndërsa përsa i përket muajit qershor, 15 ditë para të muajit qershor pati një rënje e cila ishte e pritshme pasi kështu funksionon çdo vit, dhe 15 dytë i muajit qershor pati një rritje modeste. Do të thoshja se ditët e fundit të muajit qershor pati le të themi një rënje e cila nuk ka shpjegim, por ka edhe hamendjesime për çfarë arsye ka ndodhur ky ndryshim, ku vazhdon dhe sot e kësaj dite. Nëse do të flas për Durrësin, Durrësi, se është dhe pika me nxehtë, do të thoshja dhe lëvizja më e madhe në nivel operatorësh, ka qenë shumë i mirë si sezon deri në këtë moment, vazhdon të jetë shumë i mirë pasi aty funksionojnë dhe kontratat në mënyrë të garantuar. Kemi Vlorën me pak rënje, do të thoshja për muajin qershor, Saranda për 52 muajit qershor ishte pak premtues, por jo ajo që ka presim, dhe kjo lidhet është e sigurt tashmë dhe ju konfirmoj lidhet padyshim edhe me tubimet të cilat në një platformë kanë lozur rol. Dhe themi këtë për arsye se vetë hotelierët konfirmojnë anulimin të rezervimeve të mëparshme. Nga protesta, pra ka ndikuar protesta. Po kjo konfirmohet pasi protestat kanë ndikuar negativisht në prenotimin e hoteleve dhe jo vetëm prenotimin, por në cancelimin e cila është diçka madje me peshë më të madhe. Dhe kjo është e konfirmuar tash për turistët e pavarur. Ndërsa në nivel operatorës turistik, pasi operatorët janë më mirë të organizuar me informacion më të konsoliduar dhe padyshim në partneritet i cili siguron dhe sigurin do të thoshja lëvizjes së tyre, kemi pikërisht këtë fenomen. E qartë, mirë, zoti Çipa, a kemi gradualisht a kemi të bëjmë një turist i cili e preferon Shqipërinë pothuajse vit pas viti, pra me turistë të konsoliduar që zgjedhin Shqipërinë, apo ndryshojnë? Dhe këtu e kam fjalën gjithmonë nga kombësitë e tyre. Do të bëj një përshkrim i cili do të ndihmojë ndoshta edhe pyetjet tuaja në vazhdim që si kemi bërë akoma. Nuk kemi një moment që flasim për një përqindje të konsiderueshme të lartë për rikthimin e turistëve në të njëjtin destinacion. Kemi shprehur dhe më parë, në Shqipëri vijnë për arsye se tashmë është konsideruar si një destinacion i ri, është e lehtë për ta prekur si destinacion, është kurioziteti i cili prevalon mbi çdo gjë tjetër, dhe kemi dhe një numër të vogël, le të themi sidomos qytetet e vogla Saranda, Ksamili, ku kemi repeater, pra vizitor të cilët vinë për herë të dytë pasi krijojnë një marrëdhënie le të themi miksore me operatorët, me hotelierët e tjera, por kjo është një përqindje akoma e vogël.
kjo nuk do të thotë se ne jemi të gatshëm edhe për përqindjen më të lartë për të rikthyer në destinacion, po siç e kemi thënë, janë shumë zëra të cilat lozirojnë për të parë këtë fenomen. Ndërsa për sa i përket pjesës së turistëve, të tipologjisë së turistëve, kemi të bëjmë me një fakt që rinia, mosha e rinisë prevalon mbi moshat e mesme dhe moshat e treta. Dhe kjo është për të diskutuar dhe shumë interesante nëse duhet të analizojmë në këtë moment. Jo, me qënë se thatë që një pjesë, dhe këtu duhet të mbetemi pak, sepse e bëjmë edhe njët në përditshme këtë pyetje dhe ndoshta edhe kemi si konstatim, por doja që ta sqaronit ju më mirë që jeni edhe i fushës zotit Shqipar. Pra turistë huaj të cilët e vizitojnë Shqipërinë gjatë një vere, por nuk rikthehen më. Përse? Çfarë nuk pëlqejnë? Se çfarë pëlqejnë e dim, ne kemi natyrën shumë të bukur, por çfarë nuk pëlqejnë të huajt që nuk e zgjedhin më Shqipërinë dhe që vendosin nuk shkojnë më në Shqipëri? Okej, ky fenomen në rast se thonë që nuk shkojnë më në Shqipëri, atëherë këtu ekziston një problem. Po, cili është problemi kryesor? Që nuk po zgjidhet dhe që nuk po zgjidhet? Okej, duhet të flasim pa dorashka. Po. Ne tentojmë të bëjmë shumë, të investojmë shumë në formën tonë dhe padyshim në mënyrë individuale të japim edhe shpirtin tonë atë çka lidhet me vizitorin kur ne vim tet a tet, face to face, kur vim kontakt personal. Ndërsa për sa i përket industrisë së turizmit, kur flitet për gjuhë profesionale, e cila funksionon njësoj, si në një kiosk, si në një restoran, si në një hotel të vogël apo të madh, atëherë gjuha një është një, gjuha profesionale. Ne në këtë drejtim kemi probleme të cilat janë të dukshme. Nuk është në purpos, nuk është në dëshirën tonë të ndodhë kjo, por kur ka mungesë të kësaj natyre të shërbimeve, të buzëqeshjes që është natyrale, dhe shumë zëra të tjerë të cilat quhen gjuha e turizmit, atëherë normale është që disa turistë të cilët tashmë kanë eksperiencë si pushues 50 vjeçare apo 30 vjeçare, për ata lozë rol kjo gjë. Dhe në rast se kjo mungon, atëherë është një frekuencë e cila përqafohet ose nuk përqafohet. Por kjo nuk është për të kritikuar, është konstatim dhe kjo lidhet pastaj me dëshirën e një turisti i cili dëshiroi të vijë përsëri, për arsye se këtu ka gjetur një ambient të ngrohtë, një shërbim të pastër, një rregull, një përqafim nga vetë subjektet apo nga vetë kamarieri i cili është ndoshta i fundit në shërbimet dhe hierarkinë e shërbimeve, e deri te pronari i cili le të themi i uron mirëseardhjen ose mirupafshim. Nuk është kritik kjo, ky është konstatim dhe ky konstatim duhet të ndryshojë dhe duhet të funksionojë ashtu sikur se ndodh në çdo destinacion turistik. Atëherë cila është formula, cili është kodi? Ja pikërisht duke filluar nga kjo analizë që po bëjmë tani, duke filluar subjektet një nga një dhe të gjitha pastaj të konsolidojmë një destinacion i cili quhet Saran, Durrës apo Vlorë. Po zotit Shqipa, ndalemi pak tani tek çmimet. Si ka ndryshuar çmimet përgjatë këtij viti dhe a pritet të ketë rritje përgjatë 15 të dytë të korrikut dhe gushtit, kur është dhe piku më i lartë i turistëve? Në përgjithësi ne nuk kemi përdorur logjikën për sa i përket çmimeve, por kemi përdorur entuziazmin ose erën e re e cila le të themi ka qenë në favor të destinacioneve tona. Mirë, po kjo është diçka që është thik me dy presa. Në rast se ne quajmë që çmimet e larta na takojnë për arsye se jemi ne që na takon ky çmim, atëherë është e gabuar. Është e gabuar pasi pas kësaj është cikël, fundi pas kësaj vjen pretendimi, kërkesa e cila lidhet edhe me kualitetin. Në kualitet nuk jemi keq. Në shërbim jemi mesatar dhe ndoshta lëm për të dëshiruar në zona të caktuara dhe subjekte të caktuara, dhe shërbimi është ajo që quhet etaloni i cili i bashkëngjitet me dy zërat e mëparshëm. Për sa i përket çmimeve, si vjet në fakt kemi qenë më modest, më të kujdesshëm, për arsye se dhe konkurrenca ka filluar të bëjë punë vet, subjektet janë shtuar shumë, qoftë restorantjet, qoftë hoteleria, dhe nuk besoj se jemi në atë situatën e diskutueshme për sa i përket çmimeve. Ekzistojnë zëra dhe shërbime të cilat vërtet vazhdojnë të jenë jo të kujdesshëm. Dhe ky do të jenë në dëmin e tyre fillimisht, por padyshim në mënyrë indirekte do të ndikojë edhe në destinacionet tona. Kështu që është një apel për të bërë edhe për subjektet të cilat nuk janë të kujdesshëm në çmime. Padyshim që shërbimet kërkojnë dhe çmim, por padyshim flas edhe për këto shërbime të cilat
në fundi kanë një status dhe statusi ekonomik shoqëron edhe statusin e kategorisë dhe cilësisë. Besoj se gjatë muajve në vazhdim, duke filluar nga tani, do të ndodhë fenomeni i rritjes së çmimeve, ka një shpjegim pasi periudha e pikut sezonit kërkon dhe një rritje të çmimeve dhe kjo lidhet pikërisht edhe me kërkesën, por përcjell një mesazh që të jetë kujdesshëm. Dhe them këtë për arsye se në këtë moment pritshmëritë në numër të turistëve janë më të larta madje nga viti i kaluar, por pritshmëritë në konsum nuk janë me ato që ne kemi pritur dhe po shohim në përgjithësi. Nga ana e konsumimit në përgjithësi ka një rrënje të dukshme dhe kjo do të reflektojë deri në fund sezonit në rast se do të vazhdojë në tjetër të fortë. Na intereson numri i lartë i turistëve. Dhe kjo përkthehet në konsum. Që ta kuptojmë, ka numër të lartë turistësh në Shqipëri, por çfarë nuk konsumojnë? Po. Është e konstatuar në hyrjet në aeroport, në portin e Sarandës, numri ishte rreth 20% më i lartë nga viti i kaluar. Pra nuk kemi mungesë turistash, por kemi kategori turistash të cilët i përkasin moshave të reja, nga natyra nuk janë konsumator, por edhe kur janë konsumator janë në një tipologji të veçantë dhe kjo lidhet më tepër me ato të jetës së natës ose me shërbime të detit të cilat janë të kufizuara. Nga momenti që nga një destinacion fillon prevalon mosha e re, kam theksuar dhe më parë, dhe këtë kam kaluar në lëkurë në destinacionet ku unë jam rritur, atëherë kjo është një shenjë jo fort e mirë për një destinacion turistik. Dhe është e vërtet që moshat e reja prevalojnë. Është e vërtet që moshat e mesme nuk tregojnë preferencë ndaj destinacioneve të vendit, por kanë një qasje për të dalë jashtë Shqipërisë për pushimet e tyre, dhe moshat e treta janë ato të cilat janë konsumatore, por moshat e treta tashmë kanë kërkesa të natyrave ndryshme dhe gjejnë destinacione ku veç çmimet janë më ekonomike dhe më të logjikshme. Pra e kemi humbur, mendoj, klientin e moshës mesme, moshës tre dhe klientin cilës. Kjo mosha e mesme që konsumon edhe më shumë. Nëse flasim tani për konsumatorin shqiptar, turistin shqiptar, po në rastin konkret po marr turistin nga Tirana, që ndoshta mund të shpenzojë mjaftueshëm, goxha mirë. Është perceptim apo konstatim që nuk po e preferon më Bregdetin shqiptar dhe po largohet? Po të ishte perceptim, është diçka që është provizore, rikthehet. Në rast se është konstatim dhe perceptim, atëherë unë mendoj se janë të dyja këto. Pra është dhe konstatim dhe perceptim, që shqiptarët po preferojnë të shkojnë jashtë për pushime sesa të qëndrojnë në vend, apo jo? Ka një 5 vjeçar që shqiptarët i dedikojnë pushimet e tyre në vendet qinje, sidomos në Greqi, pasi aty ka kërkesë, ka ofertë, ka preferencë dhe ka çmime të logjikshme të cilat deri tashme kanë konfirmuar vetë vizitorët, vetë shqiptarët, nuk është një perspektim personal, por është diçka që ne shohim se kemi statistika dhe shohim faktikisht se si lëvizin rrymat e turizmit përsa i përket shqiptarëve janë rrymat të cilat kanë tendencën të shkojnë akoma për pushime jashtë shtetit. Dhe padyshim nuk janë më të lira jashtë shtetit, por kanë shërbime të cilat janë cilësore dhe në bazë të kërkesave që kanë, padyshim mund të jetë edhe më të shtrejta diku. Por në Shqipëri kemi probleme të natyrës që organizimi ka ngel pak në metodën dhe stilin jo të zhvilluar shumë, do të thosh janë destinacione turistike dhe kërkesat janë të ndryshme nga klientë të ndryshëm, nga vizitorë të ndryshëm. Kështu që ky fenomen me shqiptarët vazhdon të jetë akoma në inercinë e vet. Sa e dëmton kjo turizmin vendas, zoti Çipa, që largohet turisti me të ardhura mesatare të larta, largohet nga Shqipëria, udhëton jashtë, i kalon pushimet jashtë. Sa e dëmton kjo turizmin këtu? Ky fenomen është i pa ndalueshëm, do të lëvizë, padyshim lëvizja e lirë dhe kërkesat do të ekzistojnë, por kur ne shohim në Sarandë konkretisht, moshat e mesme, kemi rreth 3 vjet pak, 3-4 vjet, ku pothuajse ka rënë në nivelin 2, 3, 5 apo 10%, atëherë ne bëjmë bilancin ekonomik dhe ky konsumator i cili ka qenë cilësor dhe i pranueshëm në destinacionet tona, tash po mungon.
Nga momenti që më mungon, kjo është e dukshme. Pse? Është vërrej kjo gjë. Na mungon për në shumë drejtime. Në mënyrën e shërbimit, në preferencat që ka dhe padyshim edhe në konsumin e vet, janë restorantet ato të cilat janë një tregues i sigurt për sa i përket tipologjisë së klientit të një destinacioni. Ne tashmë si qytet ose si destinacion kemi një restorante me shërbime mjaft të mira, me produkte të pasura, do thoshja, të shërbimit vet. Kemi çmime të cilat janë edhe të logjikshme, por edhe të tepruara, por nga ana tjetër kemi mungesën e klientit me të cilin tradicionalisht jemi mësuar. Moshat e reja nuk e ndjekin traditën klasike. Të shikosh një çift të ri të cilët ulen, hapin një shishe verë dhe padyshim ajo është një referencë. Nuk e shohim diçka të tillë tashmë në destinacionet tona. Po. Mirë, do doja trajtonim pak bashkë, zoti Çipa, dhe një fenomen tjetër shqetësues, i cili në fakt është bërë publik vetëm pak ditë më parë, lidhur me cilësinë e ujit, cilësinë e detit, dhe këtu e kam fjalën për në Durrës për shkëmbin e Kavajës, por jo vetëm në Durrës, por edhe në Vlorë, konkretisht në Potam, në Himar. Probleme me cilësinë e ujit, paktën tek shkëmbi i Kavajës u tha qartë që ishin ujërat e zeza të cilat të derdheshin në det. Pyetja që kam është si ka mundësi që ende vazhdon të ekzistojë një problem i tillë kur kërkojmë turizëm elitar dhe kur ka një numër kaq të lartë turistësh të huaj të cilët vinë në Shqipëri, preferojnë Shqipërinë dhe diskutohet akoma cilësia e ujit të detit. Personalisht këtë informacion si mesazh e kam marrë përmjet mediave dhe në fakt në kontaktin e parë, reagimi im i parë ka qenë çudi kjo dhe s'kam dashur ta besoj. Në rast se kjo është e vërtetë, dhe nuk kam arsye që unë të mos e besoj këtë gjë, kam arsye që të besoj që kjo gjë duhet të ndodhi. Por në rast se kjo është e vërtetë, padyshim që shumë e lehtë të konstatohet dhe të gjendet padyshim edhe fajtori ose fajtorët dhe zinxhiri ose ato hallka të cilat ka një zanafil nga ku ka filluar problemi deri në rezultatin e asaj çka ne vizualisht shohim. Dhe kjo është, do thoshja, shumë e rëndë dhe shumë tragjike për një destinacion turistik. Në rast se kjo ka ndodhur Potam të Himarës, tani nëse është diçka teknike, prap ka përgjegjës, të cilët duhet të japin llogari për këtë gjë. Dhe jo vetëm që duhet të japin llogari për këtë gjë, por duhet të dalin për herë të dytë në media dhe të deklarojnë që situata është nën kontroll, përveç se faktit se duhet të deklarojnë pse është krijuar problemi. Dhe kjo është diçka emergjente. Nëse marrim vesh që bie një zjarr diku larg qoftë, marrim masa në kohë rekord dhe në bazë të mundësive, le të themi, ezaurojnë hallin që lind. Çështja e ujrave të zeza me detin është shumë herë më tragjike, më besoni. Në rast se kjo ndodh në Shëngjin ose në shkëmbin e Kavajës, edhe aty teknika dhe kërkesa llogarisë është po në të njëjtat forma. Aty ka ndodhur sepse e kemi përcjell në kohë reale drejt për drejt, ka qenë gazetara jon aty në shkëmbin e Kavajës, ka ndodhur dhe nuk ka se si të themi nëse, nuk flasim me nëse tek shkëmbi i Kavajës sepse kemi patur vetë gazetaren aty që na ka vërtetuar e ka faktuar diçka të tillë. Të mbajnë përgjegjësi ata të cilët kanë përgjegjësinë. Nëse ne do të diskutojmë për të gjetur fajtorin, kjo është pika e dytë. Ne duhet të shohim për çfarë arsye ndodh kjo. Dhe kemi shumë arsye që ne të besojmë, këtu mos ka ndonjë sabotim, se të vjen një si fjalë tradicionale dhe bizantine sabotim. Por nëse ne na rezulton që në të gjitha destinacionet të kemi fenomene të cilat janë fatale, kemi arsye të fillojmë të dyshojmë. Dhe kemi arsye të dyshojmë. Dhe është vetëm një arsye që duhet të dyshojmë. E qartë. Kështu që përgjegjësit duhet të vendosen përpara përgjegjësisë për të marrë vesh nëse ka dhe sabotim apo jo. Kemi një rrugë dhe dy zgjidhje. Mirë, zoti Çipa, ju e thatë në fillim, megjithatë pyetja e fundit dhe për ta përfunduar, pritshmëritë tuaja për sezonin gjatë javëve në vazhdim? Ju konfirmoj, edhe këtë më bindje plot, se dhe java në vazhdim e këtij muaji është javë me tendencë anulimesh, kancelimesh më saktë,
dhe ka filluar të jetë pak shqetësuese në faktin se si do të vazhdojë të jetë ritmi i lëvizjeve turistike. Dhe i referojmë, flas gjithmonë për turistin e pavarur, i cili vendos në momentin e fundit, vendos i pavarur, përsa i përket operatorëve turistik, ata janë të qëndrueshëm, tashmë nuk kemi arsye ne të shqetësohemi, dhe mesazhi dhe zhvillimet në vendin tonë përcillen padyshim edhe nëpërmjet homologëve tanë për të siguruar, le të themi, sigurinë turistike. Por turisti i pavarur është sensitiv, na rezulton që ka kancelime, na rezulton që ka rënje numrash, sidomos javën e kaluar edhe këtë javë, po e njëjta gjë ndodh. Dhe ajo që duhet të shohim në mesyrën larg pamës, duhet ndjekur strategjia e tipologjisë së turistëve të cilët na shkon për shtat, ne mund t'i përballojmë dhe padyshim mund të na suportojnë. Edhe një pyetje shumë të shkurtër kam. Sa larg është Shqipëria nga turizmi elitar? Shumë larg akoma. Ne kemi zona të cilat i konsiderojmë elitare personalisht dhe kjo bazohet nga investimi që bëjmë, por turizmi elitar është akoma në distancë, është duke na parë nga distanca. Këto zonat elitare, sa e ofrojnë natën dhe e meriton, le të themi, ai çmim për atë dhonë, në atë dhonë për atë zonë në gjykimin tuaj? E nuk doja të hidhja poshtë fakti që investimi është cilësor, por këto investime janë në zona të caktuara, në hapësirat e tyre të caktuara, por në raste dhe jashtë zonave për të cilat fola dhe i quhen elitare, nga ana e investimit, atëherë s'ka asnjë lidhje për faktin se në ato zona madje dëmtojnë, edhe vetë faktin e investimit serioz e dëmtojnë. Pra që se është thjesht është në krahun e tyre një situatë e cila është anarshi ose një situatë ndërtimi, do thoshja, gjë që elitari e ka fituar statusin si turist elitar, pasi sproven nga shumë shërbime dhe di se çfarë kërkon. Dhe është një gamë zërash, të cilat duhet mblidhen të gjitha bashkë me qëllim që të konsiderohen si destinacion elitar. E qartë. Ju falenderoj shumë, zoti Çipa. Kënaqësi, kalofshim mirë. Ju falenderoj dhe juve.